Përgjegjësisë së digitalizimit ose implementimit të teknologjisë së fundit për institucionin e Kinemarë Republikës, i shtohet së fundit edhe platforma moderne për prerjen e biletave dhe sistemin online. Kjo platformë nuk shërben vetëm për prerjen e biletave, ajo ka një gamë të gjerë të përfshirjes të informacioneve të ndryshme në lidhje me institucionin e Kinemarë Republikës. Vlen për të përmendur fakti që kjo është një ndër kërkesat shumë të rëndësishme, jo vetëm institucionale, por gjithashtu edhe të bashkëpunimit të fortë mes personave që frekuentojnë institucionin e kinemas. Ideja faktikisht linë si dëshirë për të u bashkëngjitë institucionit kinemas, të marrë parasysh për mas suksesit që pati mas rekonstruksionit saj, një prej problematikave kryesore ishte rrallat e gjata për rezervimin e biletave. Kontakti i parë që kam pas ka qenë me kryetarin e bashkisë, që vlen ta falenderoj, jam shumë mirënjohës dhe shumë i privilegjuar që më është besuar mua ky projekt prej fillimit deri në zhvillimin e saj. Ja kena dalë me sukses, feedbacku është shumë pozitiv. Rësia që ka platforma, nëse mund ta quajmë platformë sepse realisht ajo është një ekosistem, është një punë shumë e madhe e bëmë mbrapa në backstage. Nuk është vetëm për rezervimin e biletave, ka disa rësi ku një prej rësive më në fokus është votimi i filmave, që jep qytetarëve shkodran mundësinë mos me kenë vetëm thjesht spektator pasiv, por gjithashtu me kenë pjesë vendimarrjeve të programacionit që do të shfaqen në kineman.